Janë Qento i dënuar për ngjarjet e përgjithshme më 27 prill së bashku me Bogdan Ilievskin dhe Boris Damovskin parashtruan kallëzim penal kundër prokurores Vilma Ruskovska që e ka udhëhequr lëndën. Qëllimi është që të rishqyrtohet gjyqi 27 prillit sepse do të paraqiten prova shtesë që sipas Qentos u refuzuan në gjyqin paraprak, edhe të cilat sipas tij do të tregojnë se janë përdorur prova të paligjshme. Është ushtruar presion mbi dëshmitarët dhe është sjellur vendim bazuar në procedura të montuara. Dokumentet tregojnë komunikim mes një funksionari të lartë dhe njërit nga dëshmitarët kyç, mes e vëllait të funksionarit edhe dëshmitarit, për marrëveshje të mundshme me prokurorinë, si dhe rreth drejtimit të dëshmisë. Dëshmitari me deklaratën e notorizuar deklaron se deklarata e tij më parshme ka qenë e pavërtetë dhe se i është premtuar se do t'i ndihmojnë në procedurat e tjera penale nëse e jepte atë dëshmi. Të njëjtën gjë prit edhe Bogdan Ilievski, që provat e tyre që nuk janë pranuar në gjykimin paraprak të pranohen në rigjykim. Pas ankesës së refuzuar nga gjykata penale dhe apelit, tani kanë mundësinë që në këtë kontekst e pas këtij kallëzimi kundër ish prokurorës, që provat materiale të cilat nuk janë pranuar nga gjykata, tani të hyjnë në procedurë ligjore dhe tani vërtet presim që institucionet ta kryejnë punën e tyre. Ish prokurorja Vilma Ruskovska gjatë një interviste televizive i hodhi poshtë kategorikisht akuzat që gjyqi ishte i montuar, se provat ishin fshehur ose veprim sipas një diktimi politik. Sipas saj, gjykimi është zhvilluar në bazë të provave të fuqishme materiale dhe vendimi është konfirmuar si nga gjykata e apelit, ashtu edhe nga gjykata supreme. Ajo kujtoi se ngjarjet e 27 prillit u dokumentuan me materiale të shumta video dhe sa ato i ka parë gjithë bota. Gjykata e apelit javën e kaluar solli vendim sipas të cilit nuk e ka pranuar kërkesën për gjykim të sulmit të dhënshëm në Kuvend më 27 prill 2017. Janë Qento bashkë me 15 të tjerë në vitin 2019 u dënuan me 13 vite burg me akuzën kërcënim terrorist të rendit kushtetues. Në vitin 2018, disa prej të dënuarve u amnistuan me ligjin i cili u miratua në Kuvend.